Kërkesa e prokurorisë së posaçme drejtuar Kuvendit për dhënien e autorizimit për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku ka shkaktuar ndarje të forta në opinionin publik, ashtu siç edhe pritej. Debati është polarizuar mes dy qëndrimeve kryesore, të cilat reflektojnë raportin mes pushtetit politik dhe drejtësisë. Nga njëra anë, jurist dhe analist pranë mazhorancës socialiste argumentojnë se Kuvendi nuk duhet ta miratojë kërkesën e SPAK-ut. Sipas tyre, kjo lëvizje vjen si reagim ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila pezulloi masën pezullim nga detyra për Ballukun. Në këtë këndvështrim, deputetët duhet të analizojnë materialin e paraqitur nga prokuroria dhe të vlerësojnë nëse provat janë bindëse për një masë kaq të rëndë. Në anën tjetër, jurist dhe analist kritik ndaj qeverisë theksojnë se roli i Kuvendit në këtë proces është i kufizuar. Bukurosh, kur të drejtohem ty, atëherë mund përgjigjesh. Tani po flas me kolegun tim Noka. Dhe një fjalë e fundit. Sipas tyre, parlamenti nuk ka kompetencë të gjykojë provat apo të vlerësojë fajësinë, por vetëm të japi autorizimin formal në mënyrë që organet e drejtësisë të vijojnë hetimin e plot penal. Në raste të mëparshme, si ato të Arben Ahmetajt dhe Sali Berishës, Kuvendi është mbështetur në standardet e Komisionit të Venecias, sipas të cilave parlamenti nuk duhet të shprehet mbi thelbin e çështjes apo fajësinë e deputetit, por vetëm mbi respektimin e kushteve procedurale për dhënien e autorizimit. Edhe në rastin Balluku, kërkesa e SPAK-ut është e shoqëruar me relacion dhe prova, çka e vendos Kuvendin përballë përgjegjësisë për të vepruar sipas precedenteve të vendosur më parë.